e deri tashëm i Milan Radojčić, i cili udhëhiqej nga gruaja e tij Ema Radojčić, është mbyllur. Të paktën kështu raporton mediumi serb Nova, i cili thotë se zyrtarisht tashmë ky biznes nuk do jetë më aktiv, me që është biznesi i fundit që ka funksionuar nga familjarët e Radojčić brenda territorit të Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, edhe biznese tjera të Radojčić, të cilat ndodheshin në Beograd, kanë kaluar në emrin e Zvonko Veselinović, i cili ka qenë partner i tij në biznes para se Radojčić të përfshihej në sulmin e 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk, ku pra ra dëshmor heroi ynë Afrim Bunjaku, i cili edhe u shpall heroi i Republikës së Kosovës, dhe në këtë rast Radojčić po gjykohet edhe në Kosovë, por edhe në Serbi, ani pse endet i lirë në Beograd. Në lidhje me këtë, janë dhënë edhe detajet të tjera, duke përfshirë këtu pasurinë e paluajtshme të Radojčićit, e cila ndodhej në Kosovë. Vlerësohej se pasuria e paluajtshme e tij ishte diku rreth 3.4 milion euro, ndërsa vetëm vila në liçenin e Ujmanit vlerësohej të ketë qenë diku e vlefshme rreth 2 milion euro. Përveç kësaj, disa nga pronat e Radojčić kanë kaluar edhe në emrin e vëllait të tij Zharkos, gjërsa edhe gruaja e tij Ema Radojčić, e cila ka qenë bashkëpronare me Radojčić në disa prona të tjera, tashmë është pronare e vetme në pronat të cilat ja ka kaluar Radojčić në emrin e saj. Duhet theksuar se gruaja e tij është po ashtu duke punuar në ndërtimin e një vile tjetër në Dedinje, në një vend ku rruga ka emrin Prinç Karaxhoxhević, e që vlera e kësaj vile raportohet të jetë diku rreth 2.5 milion euro. Pra që i bjen të jetë në teritorin e Kosovës kjo vila, apo jo? I bje të jetë diku në teritorin e Kosovës, nuk e kam saktë qartë lokacionin se ku ndodhet, mirë po i bje diku në teritorin e Kosovës, ma e sa kam kuptu. Aja sigurisht është vilë private, ndërka që hoteli është jashtë funksionit a një tutje. Po mediumi serb Nova raporton se tash tutje ky hotel do jetë jo funksional dhe njihet me emrin Grej, ndërsa policia e Kosovës ka organizuar edhe një bastisje në atë hotel, duke mbyllur hotelin për një kohë të caktuar. Mirë, faleminderit shumë për këto informacione, Ural, të përshëndes shumë dhe të uroj një ditë të bukur. Ju faleminderit edhe juve dhe ju pasit një ditë të mirë e plot me diell. Nuk e di për plot me diell, me vranësira do t'jetë sigurisht, pak me diell, por edhe me reshe të shiut. Se kene ka diell për momentin, unë uroj që ke dita me qenë kështu, po edhe nëse ka reshe do t'jetë përsëri ditë pranverore. Pa dyshim. Freski. Mirë, të përshëndes, Ural. Ishim pra miq dashur me Ural Boshnjakun dhe i marrëm informacionet më të reja, apo ato më të rëndësishme që vinë nga qyteti i Mitrovicës, për të vazhduar në studio me kushtrimin. Po si edhe një lajm, një deklarat të njërit prej prindve të arrestuarve për vrasjen e rështerit Lika, i cili, po e të ka thënë kështu, nëse djali em është veç 1% i përfshirë në rast, nuk i siguroj as avokat. Këtë ka bërë të ditur Femije Gashi, avokatja e Diamant Gashit, njërit nga të arrestuarit si i dyshuar për vrasjen e policit Muhamet Lika, e cila ka treguar edhe bisedën që ka pasur me babajin e klientit të saj. Për klientin tim që është i fundit i renditur, thuhet se pas kryerjes së veprës penale e ka strehu në shtëpinë e tij, mirë po klienti im është kategorik që nuk ka qenë as në dijeni se çka ka ndodhur për arsye, pasi që sipas tij familja e tij dhe ka një lidhje miqësore me familjen e të ndjerë